Dy sundimtarët e regjimit, Sali Berisha dhe Edi Rama, kanë sjellë në Shqipëri mafioz ndërkombëtar me të cilët kanë krijuar lidhje familjare dhe u kanë dhënë pasuri e fonde publike, u kanë krijuar terren biznesesh e monopole në sektor strategjik, jashtë kontrollit të shtetit. Në prill 2005, 3 muaj para se Sali Berisha të rikthehej në pushtet, në Shqipëri erdhi mafiozi ndërkombëtar serbo-bosnjak Damir Fazlić, i shfaqur hapur në krah të Sali Berishës dhe i prezantuar si kryekëshilltar i fushatës elektorale të PD-s, ndërsa 6 muaj pasi Sali Berisha filloi detyrën si kryeministër, Damir Fazlić hapi kompanitë e para në Shqipëri me objekt aktiviteti në energji, puse nafte e gazi, import karburante, shitblerje toka shtetërore, import-eksport e mallrash, agjenci konsulencash për bizneset, përfshirje në investimet e rrugëve, furnizim me armë e municione për forcat e armatosura. Fillimisht Damir Fazlić krijoi kompaninë Rudnep, Blencers Petroleum, Rompetrol e Petrol Slovenia Tirana, të gjitha pa kapital financiar për aktivitetet në vazhdim, pa deklarime bilance shtatimore e pa transaksione bankare. Në këto kompani kontrabande dhe lavatriçe miliardash të korrupsionit gjatë pushtetit Berisha e të trafiqeve, u përfshin Argita Berisha dhe bashkëshorti Amarbër Maltezi, gjoja si partner për konsulenca juridike mjedisore, por ata ishin ortak në nhije me Damir Fazlić. Këtë e vërtetoi dosja penale Parku Porto Romano 2009 në Durrës, ku rezultoi se kryeministri Sali Berisha, në favor të mafiozit serbo-bosnjak Damir Fazlić, e rrjedhimisht të vajzës dhe dhëndrit për të nxjerrë miliona euro fitime, vendosi të zgjeroj parkun ekzistues energjetik me 810 hektar nga 51 hektar që ishte projekti miratuar në vitin 2001. Në dosjen penale numër 3258, të përgatitur nga prokurori Genti Xholi, është faktuar pastrimi 132 milionë eurove korrupsion në Shqipëri e Qipro, i bërë nga Damir Fazlić gjatë pushtetit Berisha, së bashku me Argita Berishën e Amarbër Maltezin. Këtë e fakton kërkesa numër 212, fraksion 32 e protokollit, datë 23 dhjetor 2008, drejtuar gjykatës së lartë të Qipros, me objekt të dhëna për aktivitetin ndërkombëtar të pastrimit të parave të krimit nga Damir Fazlić, Argita Berisha dhe bashkëshorti i Maltezi, të maskuar pas ortakes Flutura Kola. Pastrimin e parave e kanë kryer nëpërmjet kompanive Altaria Research Limited, Avomar Limited, Amerito Limited, Polygraph Invest Limited, Iron Gold Services, Pluto Inco Ltd e Kelena Ltd, me bazë në Qipro dhe me filiale fiktive në Shqipëri, të gjitha nën kontrollin e Damir Fazlić dhe familjes Berisha, të përmendura në dosje non grata nga Anglia. Aq lidhje të ngushta e të shumëfishta interesash krijoi Sali Berisha dhe familja e tij me mafiozin serbo-bosnjak Damir Fazlić, sa e bëri pjesë të mbledhjeve të qeverisë dhe Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ndërsa si rezidencë personale i dha vilën numër 30 të ish kryeministrit Mehmet Shehu. Kryeministri Edi Rama në vitin 2018 solli në Shqipëri mafiozin izraelit Ron Jefet, të cilit i ka krijuar zona të lira biznesi e pastrimi parash nëpërmjet kompanive fiktive të krijuara të marra në ortakëri dhe monopoleve në sektor të sigurisë kombëtare. Izraeliti Edi Ramës ka krijuar kompanit Uno 18, Timac Defense, Timac Aviation, Timac Turk, Advanced Arms Technology, 1820 Albania, 1820 Black Oil e të tjerë. Këto veprojnë në sektorin e nxjerrjes dhe import-eksportit të naftës, armëve, municioneve, mjeteve ushtarake, parase elektronike dhe ndërtimeve, ndërsa një nga monopolet është ai i armëve, municioneve, dronëve e mjeteve luftarake, në ortakëri me kompaninë shtetërore Kajo. Ron Jefet është objekti një padije gjyqësore në SBA për mashtrim financiar, duke përdorur lidhjet me kryeministrin Edi Rama, emri i të cilit është përmendur për favore ekonomike me pasuritë publike, licencat dhe aktivitetet e biznesit në Shqipëri. Aq lidhje të ngushta interesash të pista ka Edi Rama me mafiozin Ron Jefet, sa e merr në delegacionet e qeverisë dhe sajojnë vendime e ligje klienteliste, ndërsa për qëndrimin në Tiranë i ka vënë në dispozicion vilën numër 31 të ish diktatorit Enver Hoxha në qendër të bllokut.